zonja Linda Pano, bashkëthemeluese koalicionit shqiptar pro familjes dhe jetës. Mirëmëngjes. Asnjë flamur në botë, thanë fëmijët e vegjël, nuk është i qëndisur me gjak, siç është flamuri shqiptar, apo jo? Unë sot dua t'i bëj një apel presidentit. Zoti president, mos u bëj numri 79. Njerëzit ngren pyetje. Si është e mundur që një familje tërë ngrihet dhe qëndron për familjen? Ngrihet dhe qëndron në këtë komb, në këtë kohë, kundra errësirës. Por ku ka më mirë se sa një familje shqiptare të qëndrojë për familjen që është në rrezik? A e dini që ky ligj cënon drejt për drejt familjen shqiptare? Është ligj antikushtetues, antikombëtar, sepse një ligj që prek fëmijët, pasurinë më të madhe kombëtare, është ligj antikombëtar. Mos ma prek familjen, mos ma prek familjen, mos ma prek familjen. Mos mi prek familjen, 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 mos mi prek familjen. Ky ligj i seksualizon dhe genderizon fëmijët nga mosha 4 deri në 18 vjeç. Në këtë ligj parashikohet neni 33, neni 10 dhe neni 33, që e bën me detyrim mësimin e edukimit gjinor nëpër shkolla. Deri tani ka qenë lëndë me zgjedhje. Rekomandimet janë që nga ky moment të bëhet me detyrim dhe mësuesve t'ju thuhet që kjo kurikull, kjo agjend ka mbështetjen e Ministrisë së Arsimit. Por nuk ka gjë më të shtrenjtë për shqiptarët se fëmijët. Prandaj ne jemi këtu të themi, mos mi prek fëmijët. Mos mi prek fëmijët, mos mi prek fëmijët, mos mi prek fëmijët, mos mi prek fëmijët. Kam një mesazh për ambasadorin e BE-s, Silvio Gonzato. Mr. Gonzato, unë jam Linda Pano, jam shqiptare, jam grua, jam tradicionaliste dhe konservatore, dhe jam dhe inxhiniere, sepse të kam dëgjuar në emisionet e në televizion që ke thënë, një grua shqiptare nuk mund të bëhet inxhiniere sepse nuk e lë tradita. E ke gabim, zoti ambasador. Unë jam e kundërta e asaj që ti thua. Kam dëgjuar që je prekur, sepse shqiptarët kanë menduar që kjo agjend është agjenda jote personale. Dua të them që unë kur nuk i kam njohur ambasador të BE-s në Shqipëri, por ty të kam njohur, sepse të kam parë në rrugë, në të gjitha paradat e organizatave LGBT ndërsa protestoje bashkë me ta. Të kam parë që ndërsa ne bënim konventën e familjes, ti ishe me një grup organizatash LGBT në pedonale dhe protestoje. Zoti ambasador, ju the shqiptarve që e ndave shtratin tënd me ta, sepse doje ti të friksoje. Shqiptarët nuk friksohen, as nuk trimërohen nga shtrati yt, zoti ambasador. Shqiptarët i tremb ideja që familja tradicionale është duke përjetuar varfëri ekstreme ekonomike, është duke përjetuar mos kujdes shëndetësor, është duke përjetuar dhunë në familje, divorc dhe gjithë hallet e tjera. Dhe ju, zoti ambasador, nuk dolët asnjëherë në krah të saj. Për këtë tremben shqiptarët dhe jo prej shtratit tënd. Mos ma prek familjen, mos ma prek familjen, Gonzato, mos ma prek familjen.
Nëse mendoni që ligji që sapo kaloi në parlament, zoti Gonzato, do t'i japi më shumë të drejta komunitetit transgjinor, e keni gabim. Ata sërish do ngelen duke endur rrugëve. Sërish do ngelen duke kërkuar donator për të rregulluar dhëmbët. Sërish do ngelen mbrapa 15 kaçit, sepse organizatat që kanë marrë përsipër për të mbrojtur të drejtat e tyre, ju vën nga një kuror letre në kokë dhe i kanë vetëm për marketing. Dhe këto organizata përtosh më shumë fonde, më shumë projekte, më shumë para, më shumë hotele dhe më shumë kompani këshillimi. Prandaj, Mr. Gonzato, unë dua të them sot, lëre familjes shqiptare siç është. Mos ma prek familjen! Mos ma prek familjen! Mos ma prek familjen! Mos ma prek familjen! Gonzato, mos ma prek familjen! Gonzato, mos ma prek familjen! Të dashur vëllezër dhe motra, ndërsa shqiptarët protestojnë dhe vuajnë në Shqipëri, komuniteti transgjinor në Europë feston. Unë do t'ju lexoj vetëm një pjesë të shkurtër të një prej gazetave të tyre, që quhet Transgenders in Europe. Ata shkruajnë: pavarësisht jagëve të panikut moral që qua në këto moment dhe të nxitur nga lëvizjet antigjinore dhe të amplifikuara në mediat kombëtare, shoqëria civile mbeti e bashkuar dhe pa lëkundur për të siguruar që dispozitat gjithëpërfshirëse në ligj të mbesnin. Ndryshimi i propozuar i ligjit për regjistrin civil për të njohur ligjërisht vetëm dy gjinit të barabarta në seksin biologjik është hedhur poshtë nga Partia Socialiste. Ligji i ri për barazin gjinore përmban referenca të qarta për orientimin seksual, identitetin gjinor dhe shprehjen gjinore, duke treguar një angazhim për të mbrojtur komunitetet trans nga diskriminimi. Nuk e kam shpikur unë, e keni online, do ta gjeni artikullin e plot në faqen e koalicionit shqiptar pro familjes dhe jetës. Për organizatat wokiste leftiste që janë investuar për këtë ligj, unë kam një mesazh. Dhe mesazhi është: lotët e nënës e Ersidit ose Luanës, 15 vjeçar, i vendosur sipas saj në një dhomë me dy meshkuj gay që kryenin marrëdhënie seksuale në sy të saj. Lotët e nënës, lotët e thartë të nënës, të djalit, në kurset e institucioneve të bashkisë, ku mësusja tutore i mësonte se si të lyej dhe të bënte make-up, dhe mësonte që prindrit e tij ishin të këqinj. Ai kishte nevojë të denonconte prindrit e tij, sepse ajo do t'i gjente prindër të tjerë adoptues jashtë Shqipërisë. Ato lot, zonja dhe zotrinj të organizatave wokiste leftiste dhe oligark të këtyre organizatave, do ta çajnë qiellin dhe do të ngjiten lart si lutje dhe nuk do të kthehen poshtë pa marrë përgjigje. Ndërsa Pashko Vasa shkruan: o moj Shqipni, e mjera Shqipni, kush të ka qit me kryen hi, ti ke pas qenë një zonjë rrallë, burrat e dheut të thrisnin nan. 77 tradhtar kësa here, ta vun kokën në hi. President, mos u bëj 79-ti, dëgjoje zërin e popullit, dëgjoje zërin e shqiptarve, mos e dekreto ligjin.
Pro familjes, pro familjes, pro familjes, pro familjes, pro familjes.